Ju faleminderit, e nderuara kryetare e Kuvendit, i nderuar kryeministër, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë. Sonte jemi mbledhur këtu në një seancë të jashtëzakonshme për të trajtuar një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të shumë pritur prej vitesh. Tashmë ka ardhur momenti që të vendosim për një hap të rëndësishëm demokratik mundësinë që presidenti i vendit të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Megjithatë, kjo do të bëhet e realizueshme dhe është e domosdoshme që të sigurohen votat e nevojshme për ndryshimin e amendamenteve kushtetuese të Kushtetues së Republikës Kosovës. Si pjesë e grupit multietnik, ne do t'i përkrahim këto amendamente dhe me këtë do të dëshmojmë edhe një herë se komunitetet jo shumicë, jo serb, kanë qenë dhe do të mbesin gjithmonë faktor të rëndësishëm në zhbllokimin e çdo situate që paraqet pengesë për funksionimin e plotë të institucioneve tona. Ne veprojmë gjithmonë në interes të vendit dhe të gjithë qytetarëve të saj pa dallim.